si e organizon imani dhe si e funksionalizon imani dhe si e orienton imani mendimin e besimtarit. E para të ndëruar është se imani e mëson mendjen që gjithmonë të niset dhe të kthehet tek referenca e besueshme. Për rëndësi me çka po ushqet mendja. Nëse referenca për shembull e mendjes tonë është interneti, ku aty ka gjithçka, çka shënjere. Njëri që e organizon të menduarit ti në bazë të dhënave të rrjeteve sociale është kaotik, është tmerr. Se është një laramani tet e shëmtuar që prodhon pastaj mendime tet të shëmtuara, të pakuptimta, pa lidhje me vetë. Ndaj imani na mëson që mendja duhet të ketë një referencë. Nga se për shumë gjëra në këtë dunjë, mendja nuk mund të pavarësohet. Prandaj Allahu xhallahu ka zgjuar shpallje për ta orientuar këtë mendje, për ta ushqyer këtë mendje me mësime, me udhëzime, me njohuri të duhura që njeriu pastaj duke i përpunuar ato të arrinte gjykon drejt, të kupton drejt, të analizon drejt. Nëse referenca është e dyshimt, e njollosur, e mangët, kështu do të jetë edhe mendimi. E kur është kështu mendimi, kështu do të jetë edhe gjykimi, edhe veprimi. Nëse ky është qarku funksional i njeriu që ne po tentojmë me organizu që duhet dhe me e sistemu që duhet në përputhje me mësimet e imanit, mësimet e besimit.